siç është për shembull martesa mes dy burrave. Secili prej nesh e di që nuk është e moralshme. Nga e dim që është e pamoralshme martesa me dy burra, është prapë empatia o vëlla. Thellë në vetvete tashi që e gjykon ose në fillim kur e ke menduar për herë të parë martesa mes dy burrave, ti e ke vendos veten në vend të atyre, të njëjtit nga ata, e ke imagjinu veten u martu me një burr tjetër, edhe ta ka shpif. Kështu që prandaj është empatia, prap. Arsyeja pse kemi moral dhe nuk e rrafim dikë është sepse imagjinojmë veten po sikur ti isha ai që po rrifem. Arsyeja pse japim një lypsi 200 lekë është sepse e mendon veten si lypse, do doja po ti isha si ai të më jepshin 200 lekë. Gjithandej nga do që ta rrotullosh do dalë empatia. Si thash dhe më romë vëllai, jemi dakord të dy me faktin që ka Zot, sepse vetë si sekuenca Fibonacci, domethënë spiralja që e shohim kudo në natyrë na tregon që ka Zot. Domethënë vetë quantum entanglement nga teoria kuantike na tregon që ka Zot, sepse informacioni shpërndahet në kohë zero. Zoti mendon pa mundim. Ço nuk bim dakord në dy vëllai janë librat fizik të shkruar me një gjuhë njerëzore që pretendojnë se kuptojnë fjalën e Zotit. Sipas mendimit tim, nuk e di si mendon ti, ne dim për Zotin që na ka krijuar ne, ai sa di si Xhei nga San Andreas për ne. Çfarë mendon se di si Xhei për ne, më zemra? Kupton çfarë do të them? Problemi nuk është te krijuesi, problemi është te librat njerëzor të shkruajtur nga njerëzit që pretendojnë se e kuptojnë krijuesin. Duke pretenduar se e kupton krijuesin, ti ke krijuar një krijues nga hiçi. Ke krijuar një histori prrallë dhe ne nuk mund ta krijojmë krijuesin, o zemra. Natën e mirë.